Zbuloni sa duhet t'i keni rrahjet e zemrës sipas moshës që keni. Rrahjet e zemrës lidhen drejt për së drejti me shëndetin tuaj. Shpejtësia e rrahjeve të zemrës varet nga aktiviteti fizik, ndjenjat e sigurisë dhe emocionet. Edhe pse rrahjet normale të zemrës nuk janë të garantuara të jenë 100% të shëndosha, ajo ndihmon si referencë për identifikimin e shumë çështjeve shëndetësore. Zemra është organi muskulor që gjendet në qendër të gjoksit. Kur ajo rreh pompon gjakun që përmban oksigjen dhe në qarkullimin e saj në të gjithë trupin. Është shumë e rëndësishme që të dini edhe rrahjet që zemra juaj mund t'i japë. Instituti i Kërkimeve Shëndetësore në Shtetet e Bashkuara ka publikuar një listë që tregon rrahjet normale të zemrës bazuar tek mosha. Të vegjëlit një muaj nga 70 deri në 190 rrahje, nga 1 deri në 11 muaj 80 deri në 160 rrahje për minutë, nga 1 deri në 2 vjeç 80 deri në 130 rrahje, për persona 3 deri në 4 vjeç 80 deri në 120 rrahje për minutë, nga 5 deri në 6 vjeç 75 deri në 115 rrahje, nga 7 deri në 9 vjeç 70 deri në 110 rrahje, për persona mbi 10 vjeç nga 60 deri në 100 rrahje për minutë.